Ka njerëz që largohen nga vendlindja, por vendlindja nuk largohet kur prej tyre. Ajo mbetet në gjuhën që flasim, në kujtimet që ruajmë, në historitë që tregojmë dhe mënyrën se si e shohim botën. Sot në Zërat e Iliridës një grua që këtë përvojë ka kthyer në mision jetësor. Një shkencëtare që prej vitesh urmëton mbi gjuhën, identitetin dhe përvojat e shqiptarëve në trojet tona dhe në diasporë. Një zë që na le të kuptojmë më së miri se kush jemi, çfarë na lidh me rrënjët tona dhe çfarë mbetet me ne kudo që jetojmë. Ne sot do të flasim mbi gjuhën, identitetin, migrimin dhe historitë që na bashkojnë përtej kufive. E ftuara ime, shkencëtarja dhe albanologja Lumnie Jusufi. Mirë se vjen në Zërat e Iliridës, Lumnie. Faleminderit për ftesën. Gjuha është një nga kyçet kryesor në lidhjen me identitetin ton kombëtar. Kryesisht e shohim ne si temë debatuese viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut. Pra na trego nga ana shkencëtare nëse mundesh, Lumnie, se si lidhet gjuha fort me identitetin. Unë jam gjuhëtare dhe do doja të them që natyrisht gjuha është lidhja kryesore me identitetin, por që kur merrem me migracionin dhe çështjet identitare në migracion, mund të them, dhe kjo është, nuk e di, ndoshta si një kapitullim i gjuhëtares, që jo gjithmonë varet identiteti i prejardhjes në migracion me gjuhën. Do me thënë, ka njerëz që zotrojnë gjuhën e origjinës dhe ndoshta nuk ndjehen atë shumë të lidhur me prejardhjen dhe identitetin e origjinës, si dikush tjetër që nuk e zotron gjuhën as mirë ose se zotron gjuhën fare, por prap e ndjen atë identitetin dhe ndoshta e ndjen më shumë se dikush që e zotron gjuhën. Nuk e di, nuk i kam marrë te fundi, do me thëmë përse, por ndoshta është si ajo, si ndonjë uër e shkëputur dhe në përmjet të ndjenjave tjera mundohet të kompensoj atë që i mungon. Është si te pakicat që identiteti gjuhësor është më i theksuar se te shumicat, se pakica gjithmonë është në përpjekje, në luftë për mbrojtjen e identitetit etnik apo gjuhësor. Dhe te këta pakica, ky identitet është më i theksuar. Nëse krahasoni shqiptarët në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri, mund të shihni kështu si një hierarki të intensitetit të identitetit gjuhësor. Një shqiptar nga Maqedonia ndoshta do thot më shpesh që ndjehet shqiptar për shkak gjuhës, duke rënë në Kosovë tani, dikur ka qenë njësoj, dhe në Shqipëri kjo nuk theksohet. Shqiptarët e Shqipërisë vetë kuptojnë si shqiptar pa e parë veten të detyruar të sqarohen pse, se janë në shtetin shqiptar, kurse ne të tjerët, në Maqedoni që jemi pakic, në Kosovë që është perceptuar si pakic në brenda kornizës jugoslave, aty lind ajo ndjenja për ta theksuar më shumë se investohet, kërkohet më shumë. Do me thënë, kanë qenë në luftë shqiptare për të mbrojtur këtë identitet, që rrezikohej nga politikat e atëhershme në Maqedoni edhe sot. Dhe do me thënë, unë do doja thash si gjuhëtare të them natyrisht nëpërmjet gjuhës ruhet identiteti, po jo do e mos. Pra nëse e kuptojmë këtë, ne si pakic pra në Maqedoninë e Veriut, ndoshta jemi shumë të prekur me gjuhën e identitetit, pra te kemi si pikë të dobët i themi, edhe kur bëhet debat mbi gjuhën,
debati bëhet shumë shpesh shumë emocional. Pra, çfarë janë edhe ata njësi tjera, pra që na lidhin neve me identitetin shqiptar përveç gjuhës, dhe si janë ata të bazuara pra në gjeografi ndoshta, apo në kulturë ose në pjesë tjera të asaj që na bën neve një shoqëri. Në vendet e origjinës, nëse flasim tani për Maqedoninë, natyrisht që ndryshon kjo kornizë që vendos për identitetin. Në migracion ndryshon nga vendi i origjinës. Në migracion nuk e kemi gjeografin, por kemi një gjeografi në kujtesën tonë. Gjithmonë kur dikush thot jam shqiptar, ka dhe një gjeografi, një map. Ja, si ta them, do me thënë gjeografia pavarësisht a jemi në prani fizike apo jo, gjeografia luan një rol. Dhe tani si perceptohet kjo gjeografia është interesante të gjenerata që rritën këtu nuk janë të, si ta them, nuk e kanë atë ndjeshmëri që kanë gjeneratat si për shembull si unë, se unë jam rritur antje në vendin e origjinës, pastaj kam ardhur në Gjermani. Dhe kur them unë që një pjesë e imja ndjehet shqiptare ose në momente të veçanta ndjehen më shumë shqiptare se në momente tjera, atëherë unë kam një parasysh një vend gjeografik. Unë e shoh te brezat e tretë për shembull, nga që e kanë atë identifikimin që e marrin nga familja në migracion të qenurit shqiptar, që thot Shqipëria është vendlindja ime, ndërkohë që familjen e kanë nga Maqedonia, kur janë më të vegjël, se kur rriten natyrisht që marrin informacione sidomos nga interneti. Dhe është interesante për tu parë, do me thënë ata nuk e ndjejnë moshat më të vogla, nuk identifikohen me Maqedoninë. Ndoshta identifikohen me fshatin, me qytetin nga vjen familja dhe mund të thonë fshatin, qytetin, po për ata perceptimi është të qenurit shqiptar Shqipëri. Dhe kjo e komplikon identitetin etnik, identitetin gjuhësor, identitetin e origjinës të rinjt, kur vjen nga një pakicë, do me thënë një shqiptar nga Shqipëria në Gjermani vet identifikohet ndryshe se një shqiptar nga Maqedonia, për atë këtë konstrukti identitar i prejardhjes është më i komplikuar, se edhe atje familja vjen nga një pakicë etnike. Tani nuk dua të hap diskutimin a jemi pakicë, a jemi shumicë në Maqedoni. Pakicë jemi, pavarësisht se jemi një pakicë e madhe, por këta të rinj, do me thënë, nuk i kanë ato balansa, dhe këtë nuk e vërej vetëm të shqiptarët, e vërej edhe të migrantë të tjerë që vinë nga pakica në Ballkan, jo nga shumica, për shembull goranët e Kosovës, kur i pyet të rinj nga je, me origjinë thot nga Bosnia, të lindur janë në Kosovë. Do me thënë janë çështje më të komplikuara, kur edhe atje je pakicë dhe këtu je pakicë, dhe për të rinjt në ato mosha kur fillon të spikatet identiteti kolektiv, por edhe identiteti individual me hyrje në adoleshencë, bëhen të komplikuara gjërat. Për ta bërë atëherë më pak të komplikuar, të flasim për migrimin, se përmende si temë, pra kemi shumë shqiptarë që jetojnë tani jashtë Shqipërisë, jashtë vendeve të vendlindjes, dhe shumë shpesh ne, siç the edhe ti, e kemi Shqipërinë si lidhje me identitetin ton, por edhe gjuhën shpesh. Si ndikon gjuha në formimin ton, në formimin e identitetit ton, ku nuk jetojmë pra në Shqipëri ose në vendlindje, ku jetojmë larg vendlindjes ose vendit nga ku vijnë prindrit tanë. Çfarë roli ruan gjuha në këtë formimin e identitetit, pra në këtë moshë të re, pra ku fillojmë ne të diskutojmë për tema të tilla? Unë mendoj se vjen diku në një mosh, se cili i ri kur kërkon atë
një të qenurit i veçantë dhe gjua shqipe është diçka e veçantë. Nuk do me thënë në momentin që themi jam shqiptar, automatikisht njerëzit tjerë e lidhin këtë me gjuhën shqipe dhe është e njohur që gjua shqipe nuk ka gjuhë tjera të afërta me të cilën ndan një origjinë, përveç se që është gjuhë indo-evropiane, por ata që vinë për shembull nga sfera ish jugoslave, do me thënë aty hyn çështje identiteti gjysore tjera, me gjitha ato konflikte gjysore që solli shpartallimi i Jugosllavisë. Te Shqipja nuk e kemi, dhe atë natyrisht që ato do e prezantojnë si të tillë, unë jam shqiptar dhe flas gjuhën shqipe. Ajo ka qenë ideja dhe gjatë kohës lëvizjes kombëtare në kohën e rilindjes, përse pikërisht gjuha u soll në qendër të identitetit kombëtar shqiptar, ishte e vetmja gjë që i dallonte shqiptarët nga fqinjet e tyre. Nga që kemi, do me thënë, ndarje fetare të jo të komplikuar, të pasur mund të them, që kemi fenë muslimane, të krishterë, pastaj të krishterët katolicizmin dhe ortodoksizmin, por edhe feja islame nuk është atë që njësuar që kemi bektashizmin, do me thënë të gjithë ky spektri i fesë muslimane. Dhe këtu në Gjermani po thashun që jam muslimane dhe ka shqiptar sidomos në brezat e tretë që kanë filluar të identifikohen më shumë nëpërmjet fesë, nëse kemi parasysh zhvillimet globale dhe ekstremizmi islamik, kapi edhe grupin shqiptar në diasporë. Nuk është se them që jam diçka e veçantë kur jam muslimane, se kur jam në një grup, ndoshta them edhe unë jam muslimane për të qenë pjesë e atij grupi, por nuk është ndoshta parimi kryesor që mbizotron në identitetin tim. Identiteti në shkencë konceptohet si një shumë e shtresave të ndryshme, që jo automatikisht ka një hierarki të fiksuar të secili. Do me thënë, është një grup i pa hierarkizuar ose me një hierarki shumë të lehtë dhe që në situata të ndryshme kjo hierarki sikur luan është, do me thënë, kur jam në një grup muslimanësh, doja të them që muslimanizmi jonë është kështu, do me thënë në atë moment unë vë në pikë të parë të që përkatësim fetare, ose atë shtresë identitare që lidhet me fenë. Kur jam në një grup, për shembull, me pjesëtar të ish Jugosllavisë, edhe pse shqiptarët ndoshta nuk jemi identifikuar as identifikohemi atë shumë sa grupe tjera me ish Jugosllavinë, do thoja edhe unë jam nga ish Jugoslavia, ose edhe unë flas pak maqedonishten, edhe pse maqedonishtja nuk është ndoshta nuk do e thoja maqedonishten si pjesë e identitetit tim, por të më pyesni kështu me listë. Por në moment që hyn në një grup të tillë, njeriu mundohet të jetë pjesë e atij kolektivi të atij momenti, do me thënë të një kolektivi situativ. Dhe ata fillojnë të lëvizin ato shtresat e identitetit, do me thënë çdo gjë që ne kemi në historinë familjare, në historinë individuale, ata fillojnë të kërkojnë vendin e vetë sipas situatës dhe ato identitete që ne mendojmë në jetën e përditshme ose në politikë, o kështu, dhe jo vetëm të shqiptarët, i dëgjojmë edhe diskutimet në politikën gjermane që thonë se dy shtetësia këta duhet të tregojnë tani kujt shteti duan t'i japin lojalitetin e tyre, nuk funksionojnë ata, nuk është e natyrshme për njeriu të ketë o këtë, ose bardh ose e zezë. Dhe këtë shkenca natyrisht gjithmonë vjen në përfundim që gjërat nuk janë ose bardh ose e zezë, po ka të gjitha ato shtresat gri nga e bardha deri te e zeza. Pra, çështja e identitetit është atë një sfidë shumë e madhe për të rinj që jetojnë posaçërisht që janë imigrantë, që jetojnë në një vend tjetër larg vendlindjes,
Dhe shohim shumë shpesh që prindrit nuk din edhe çfarë rrugë të marrin konkretisht, apo ti integrojnë më së miri fëmijët e tyre në një sistem tjetër, pra larg vendlindjes, ku të mësojnë gjuhën gjermane, i themi nëse jetojnë në Gjermani, të integrohen më së miri duke mësuar shumë mirë gjuhën gjermane, dhe pastaj ndoshta e humbim pak atë çfarë i bën të veçantë, pra lidhja me rrënjët e tyre ose me rrënjët e prindërtve të tyre, pra me gjuhën shqipe ose me kulturën shqiptare. Edhe unë tani jam bërë prind dhe edhe unë e pyes veten, ku gabojmë ne si prindër në fakt, ku jetojmë pra larg vendlindjes? Ndoshta me anashkallimin e gjuhës shqipe, apo ku është gabimi kryesor në edukimin e fëmijëve? Unë nuk mund të them që është gabim, janë dinamika të jetës që ne kush e di çfarë planit kemi para lindjes së fëmijës tonë, me ardhjen e atij njeriu të ri në këtë botë, dinamika merr një drejtim krejt tjetër dhe planet, ti mund të kesh plane çfarë të duash, jeta e përditshme e bën të veten. Në një familje ku punojnë të dy prindrit, mund të flas edhe nga përvoja ime, por është edhe e hulumtuar mirë. Fëmia do të shkojë nga në mëngjes deri në pasditën e vonshme do jetë në mbikëqyrje institucionale. Është kopshti në fillim, pastaj shkolla etj se duhet të punojmë. Dhe ai fëmijë 10 orë të mira është në një ambient ku jetojmë, do me thënë këtu në ambient gjerman. Kur të vi në shtëpi, janë një 3 orë të mira, derisa është i vogël, pikërisht atëherë kur zhvillojnë gjuhët, 1 orë do mundohemi ta çojmë të flej, për 3 orë nuk arrin kur të barazosh me 10 orët që është bërë në gjuhën tjetër. Dhe fëmia me 1 vjet kur fillon aty, atëherë fillon ai formimi gjysor dhe nuk arrin kur t'i japish një balans tjetër. Mund të mundohen, e shoh ka prindër, do me thënë ka nga mënyrat më të ndryshme se si të veprohet që së paku pak të ngel ajo gjuha origjinës, që të flitet vetëm në atë gjuhë në shtëpi, por ke këto brezat e më vonshme, si brezi im dhe brezi yt për shembull, që për ne edhe gjermanishtja pjesë e identitetit tonë, jo vetëm gjuha shqipe, nuk arrin të krijosh në shtëpi, në familje, një laborator gjuhësor, për të thonë vetëm kjo gjuhë flitet këtu dhe asgjë tjetër. E filluam ne ashtu, por kuptuam që nuk është identiteti ynë, dhe unë nuk mund të veproj edhe kundër identitetit tim për të krijuar një sferë sterile gjuhësore, dhe për të thënë vetëm këtë gjuhë dhe asgjë tjetër. Dhe gjithmonë kur ndjehet kështu si e bërë me forcë, e shtyr me forcë, nuk funksionon të fëmijët, se fëmijët e ndjejnë atë, ku ndjehet prindi më mirë. Dhe ajo do ishte këshilla që do jepja unë, aty ku prindi ndjehet më mirë, në atë gjuhë, në atë të komunikoj me fëmijët, dhe në qëse është një code switching, një dygjusi, atëherë është një dygjusi, se ne fëmijës tonë duam t'i tregojmë edhe emocionalitet, një lidhje emocionale, sidomos me prejardhjen. Nuk duam të krijojmë një lidhje artificiale, një lidhje të imponuar, edhe atë ndjen fëmia, dhe në moshën kur të vendos vetë, do me thonë sidomos me adoleshencën, atëherë ashtu fëmia me rrugën e vetë. Tani t'inglloj shumë si filozofi, por ashtu është, kush e ka thënë një pedagoge e njohur, mund t'i ofrosh trupit të fëmijës një shtëpi, një çati mbi kokë, po jo shpirtit të tij. Do me thënë, ai është individ më vete. Dhe nëse unë si prind mundohem fëmijën tim ta fus me zor në ato mostrat e identitetit tim, atëherë kam bërë diçka shumë të gabueshme. Sa e herët avon do e refuzoj këtë, por e kam lënë pa identitet fare, nuk i kam mundësuar zhvillimin e identitetit të tij personal, jam munduar ta shoh vetëm si jam unë. Dhe brezi nga brezi ndryshojnë identitetet, ndryshojnë edhe në vendet e origjinës,
por në migracione dhe më shumë se ka konkurrencë kulturore, konkurrencë gjusore, kur je në qytete të mëdha ka dhe konkurrencë përzierjes etnike, se kemi nga të gjitha etnit. Nëse fëmia im, dikur djali im vjen në shtëpi dhe thot, nga sot ndjehem si polak, se shokun e ngushtë ka nga Polonia, nuk ka shumë kuptim t'i them, jo, patjetër ti je shqiptar, do me thonë duhet t'i lihet hapësira atij që dikur të shoh, okay, është në rregull që unë të kopjoj identitetin e shokut atë mbajt timen. Dhe sa më shumë që t'insistoj unë të realizoj të kundërtën, aq më e pasuksesshme është e tëra. Nuk kam ndonjë këshill, se unë vetë jam nën dhe vetë jam në shkencë, do me thënë, dhe i shoh se sa peripeci kushton kjo, sa pare mund të kushtoj për ta quar në për kurse, dhe aq më keq që ne për Shqipen nuk kemi akoma për fëmija adoleshent koncepte gjusore dhe metoda gjusore, janë ata që kopjojmë nga vendet e origjinës dhe nuk janë të përshtatshme për brezat që rritin këtu, dhe unë si gjuhëtare ndoshta jam më e kufizuar në mundësitë e mia për t'i mësuar djalit tim gjuhën e origjinës se dikush që nuk e ka këtë sy kritik dhe mendon, okay, do e çoj te shkolla shqipe, si i thon, dhe aty do mësoj shqip. Po ne e shohim që nuk mësohet shqip. Dhe nuk e kam këtu për të kritikuar një brez të tërë, përkundrazi kam bërë punë shumë të madhe dhe bëjnë akoma. Problemi është institucional dhe problem sistemi, nuk është problemi të individët që e bëjnë këtë punë çdo ditë. Po të mbesim edhe pak të dygjuhësia ose të kombinimi i gjuhëve, se shpesh ne ku jetojmë jashtë vendlindjes kemi një gjuhë që e mbartim me vete, që e marrim me vete ku migrojmë, por takojmë edhe një gjuhë tjetër e cila është gjuhë zyrtare, dhe pra fëmijët mësojnë që në moshë shumë të re, siç the edhe ti, që në foshnjore në një gjuhë tjetër. Dhe pastaj fillon një kombinim i gjuhëve edhe në shtëpi, siç the ti, dhe ku flasim me fëmijët tanë, kombinojmë dy gjuhët pak, në gjermanisht edhe shqip. Dhe lind pyetja atëherë, sa rrezikshme është në të vërtetë ky kombinim i gjuhëve pra për gjuhën shqipe si gjuhë? A ka ndonjë rrezik të vërtetë që kështu mund të harrohet, pra, ose përdorimi i shtrembët, i themi, gjatë gjithë kohës të gjuhës shqipe, do shta krijon ndonjë gjuhë tjetër, po jo gjuhën shqipe. Shkenca gjatë kohë, por jo vetëm shkenca, edhe politikat gjusore në lidhje me shkollën, ka menduar gjatë kohë që dygjuhësia është e dëmshme. Jo vetëm në spektrin nacionalist, do me thënë me metoda shkencore. Gjatë kohë thueshin për migrantët, sidomos për turqit në Gjermani, po kjo mund thuhet edhe për shqiptarët, do me thënë se turqit janë grupi më i madh në Gjermani, që ka një dygjuhësi defekte, se thot nuk e zotron asnjërin as tjetrën si duhet. Por kjo përzierja e gjuhëve ose code switching kërkon një aftësi shumë të lartë dhe një aftësi shumë të lartë gjysore të dyja gjuhëve. Dhe tani që shkenca është marrë shumë kohë me code switching, me këtë përzierjen gjysore në kontekste migratore, ka ardhur pra në këtë përfundim që është fenomenale për t'i përzier të dyja gjuhët, se edhe përzierja ka një teknik, ka një rregull, nuk bëhet ashtu se po përzie pa ndonjë rregull, komunikimi dështon. Dhe në momentin që komunikimi realizohet i suksesshëm, pra nuk dështon, atëherë kemi një dygjuhësi shumë të lartë. Dhe hulumtimi i shumë gjuhësisë të viteve të fundit, janë hapur edhe shumë katedra për shumë gjuhësi në për universitete gjermane, vjen në përfundim edhe thot që ka 3 aftësi të gjuhës së origjinës, se gjuha që është këtu është ndryshe, se tani e mësojmë
si them, i kushtohet më shumë vëmendje mësimi i gjermanishtes këtu për shkak që integrimi në shkollë, në punë e tjerë. Po i origjinës, do me thonë ka aftësi aktive, ato që bëjmë unë e ti, ka aftësi pasive, do me thonë e kuptoj po nuk e zbatoj, dhe ka edhe një që nuk është marrë deri tani parasysh është aftësi receptive. Aftësi receptive janë ata që unë në kokë e kam konceptin e gjuhës së origjinës, pa zotruar në mënyrë pasive apo aktive. Dhe në momentin që unë ose hy në një grup të tillë, vetëm në këtë grup, jo në grup të përzier, se në grup dëgjuesor të përzier i ik asaj ku jam më i sigurt, do me thënë hy në gjermanisht dhe i ik shqipes. Por në një grup që flasin vetëm shqip, ose në vendin e origjinës, ky konceptimi receptiv që është në tru ose në shpirt, arrin të aktivizoj forma pasive, ndoshta edhe aktive, që folsi vetë do kishte thonë që unë këtë nuk e zotroj, po për një moment vinë, do me thënë aktivohen në përmjet asaj që është, aktivohen në kujtesa situative të njerëzve të ndryshëm, është edhe kjo e vërtetuar shkencërisht në gjuhët i lidhi me persona. Dhe kur djali im thot shqip, nuk e interesant, nuk e identifikon me mua dhe babain, e identifikon me gjyshrit e gjyshet. Sidomos me gjyshet, se gjyshrit edhe ata kanë qenë këtu dhe dim pak gjermanisht, por gjyshet nuk tim fare, dhe thot është gjua e gjysheve. Dhe kur unë them që ai, sipas mendimit tim, nuk e zotron shqipe, është edhe ajo se unë jam gjuhëtare, ai kur është me gjyshet të dyja thonë ne komunikojmë në rregull me të. Do me thonë unë nuk di sa shqip di djali im. E them kështu në thonjza, dhe këtu vjen edhe ajo të çështja e identitetit, është perceptimi nga jashtë dhe perceptimi nga brenda. Si më shohin mu të tjerët dhe si e shoh unë veten time. Dhe ajo si e shoh unë veten time, thash që në fillim se ndryshon, do me thënë, edhe nga situatë kohore, po situatë e qastit, e grupit ku gjendem e tjerë. Nuk është e gjitha aq përfundimtare për të thënë se është defekte dhe nuk është defekte. Aftësia gjysore e fëmijëve të lindur dhe të rritur në migracion gjithmonë ndryshon nga ajo e vendit. Duhet të kemi parasysh se fëmijët tanë nuk rriten këtu vetëm me 2 gjuhë. Këtu rriten me 3 deri në 4 gjuhë, se gjuhët që mësohen në përshkolla këtu vërtet edhe zotërohen. Gjuha që mësohet në përshkolla në Ballkan, se unë merrem me atë vend, nuk zotërohet. Nëse të rinjtë e zotrojnë anglisht, e mësojnë më shumë nga interneti se nga shkolla. Sistemi është i vjetëruar në Ballkan, i mësimdhënies të gjuhëve të huaja, por edhe i gjuhës së nënës. Prandaj kemi edhe këto probleme që kanë të rinjtë shqiptar atje me gjuhën shqipe, jo vetëm në migracion. Kurse këtu fëmijët tanë rriten me 3-4 gjuhë dhe automatikisht një kokë që flet 4 gjuhë ndryshon automatikisht nga perceptimi i gjuhëve, nga aftësia në gjuhëve. Një fëmijë që rritet me 2 gjuhë mëson më vonë të flasë në të dyja gjuhët. Dhe gjatë kohë ka më shumë boshllëqe se një fëmijë që rritet me një gjuhë, për shembull me një fëmijë gjerman dhe një fëmijë shqiptar në Ballkan. Ai automatikisht ndryshon se mëson 2 sisteme që nga fillimi. Dhe truri i këtij fëmijë ose i këtij të riu nuk ka ata kufizime, koncepte gjuhësore që ka njëri me një gjuhë. Dhe natyrisht se është ndryshe, por është, sipas mendimit tim, është një vlerësim i dështuar që të krahasohen këto 2 grupe për të thënë pastaj ky është më mirë, ky është më keq. Nuk është as kush më mirë, as kush më keq, janë thjesht vetëm ndryshe. Shumë interesant ky koncepti se si të vegjëlit ose fëmijët identifikohen personat me gjuhën. Është vërtet shumë interesant si tezë dhe si temë. Nuk e kam përjetuar kështu se me që, po ndoshta do përjetoj tani në të ardhmen me që jam bërë baba.
por të ecim një hap përpara ose pak për ta zgjeruar temën, pra në çështjen e sistemit, siç e përmendë ti, në gjuhët amtare, pra në gjuhët amtare, i themi në Gjermani, gjuhët e atyre që flasin pra nga vendi i origjinës ose nga vendi nga ku emigrojnë ata në Gjermani, dhe ka në lande të ndryshme, koncepte të ndryshme në Gjermani. Në landin e Nerves, në Nord Rhine-Westfalia, ka një koncept që gjuhët amtare mbështeten nga qeveria gjermane, pra që nxënësit e rinj të mund të mësojnë gjuhën e tyre amtare, pra në standardin se si flitet në vendlinjën e tyre. Si duhet të ndryshojë ky koncept ose çfarë do ishte një koncept më i qelluar që vërtet të rinjët në migrim të mësojnë gjuhën e tyre amtare në një standard të mirë, pra ose në fokusin e gjuhës shqipe, cili duhet të jetë ai standard. Gjuhët ne mund t'i mësojmë vetëm nëpërmjet standardit nëse i mësojmë në mënyrë të kontrolluar. Do me thonë ka mësimi i gjuhës i pa kontrolluar që bëhet në jetën e përditshme ose që bëm vetë sidomos në internet, muzikët e tjerë, dhe gjuha që mësohet me kurse ose me shkollë, do me thonë është mësim i kontrolluar. Dhe ky mësim i kontrolluar nuk ka shans tjetër përveç se të bëhet nëpërmjet standardit. Është ideja, nëse nuk e bëjmë nëpërmjet standardit, nëpër çfarë do e bëjmë? Mësuesi që jep mësim ka me atë aftësinë didaktike, por mësuesi nuk ka atë aftësi që ad hoc për momentin të krijojë një metodë të një varieteti tjetër jo standard. Dhe nëse e bëm këtë, kush është ai varietet? Nuk është që ne kemi një grup të një vendi, një grup nga Kosova, po edhe në Kosovë ka dallime dialektore, ose një grup të vetëm nga Maqedonia, edhe në Maqedoni ndryshojnë, ndryshon nga zona në zonë dialekti, etj. Do me thonë, kjo ideja që mos të jepet mësim në standard, vjen nga ajo ide që ne shqiptarët, këto vitet e fundit ose 10 vitet e fundit, kemi filluar të kemi një problem me standardin ton. Është edhe ky problem identitar, edhe pse zotrojmë, themi nuk identifikohem me të, për shkaqe të ndryshme. Janë shkaqe politike, janë shkaqe ndërshqiptare sidomos me sjelljen e shqiptarëve nga Shqipëria, duke vënë nofkën ti je Maqedonës, ky është Kosovar, dhe vjen ai një moment kur ne standardin ne nga jashtë Shqipërisë e identifikojmë me Shqipërinë të një vendi që nuk na sheh si të vetin. Jo që e refuzojmë Shqipen në tërësi, por standardin. Ka pastaj edhe rryma destandardizuese që janë në mbar botën dhe janë të hulumtuara mirë, jo për Shqipen, sidomos në ish-bllokun lindor, që standardi lidhet me sistemin parave 90-ta, sidomos në grupe të persekutuara, nëse kemi parasysh Shqipërinë veriore, në lidhje me Shqipen e kam fjalën. Çfarë ndodh këtu? Politika gjusore për të mbrojtur standardin e rrezikuar, fillojnë të kenë kështu një sjellje shumë të ashpër ndaj varieteteve jo standarde. Duke thonë, kjo është e pastër, kjo nuk është e pastër. Dhe kur them unë e kundërta nga e pastërta, është e pist. Nuk ka varietete të pista. Përderis ka varietete të pista, nuk ka dhe varietete të pastërta. Do me thonë, ka thjesht varietete ndryshme. Njëri varietet standardi është që ne shqiptarët e perceptojmë më shumë në të shkruar se në të folur, se zotrojmë sa duhet, dhe jo vetëm jashtë Shqipërisë, por edhe në Shqipëri. Pastaj është një varietet në të shkruar që është vërtet i rrezikuar, se kemi një sistem shkollor me vërtet shumë të dobët në Ballkan, nuk flas jashtë, do flas edhe për jashtë. Dhe këta janë problemet. Dhe ajo pastaj që lind në diasporë, por sipas mendimit tim edhe në Ballkan jashtë Shqipërisë,
është që kur i thua një fëmiu, ky është varieteti i pastër dhe këtë ti duhet ta flasësh dhe vetëm me këtë bëhesh njeri i përsosur, atëherë diçka ka dështuar, se ai identitetin gjuhësor pikë së pari e bën me varietetin e familjes. Ne gjithmonë kemi një lidhje familjare me gjuhën. Në radh të parë, në radh të dytë vijnë politikat gjuhësore, kombëtare, dhe ata mund të më bindin, po jo do e mos. Dhe aq më kontradikte të jenë këto dy shtresa identifikuese në mua, aq më problematike bëhet ajo që më imponohet. Dhe ne shqiptarët kemi një problem me imponim gjuhësor, se kemi atë përvojën historike që na janë imponuar edhe gjuhë tjera. Dhe në momentin që më imponohet qoftë edhe një varietet, atëherë sjellja automatike është që unë do e refuzoj, them jo, këtë nuk e dua, dhe arrim komplet të kundërt nga ajo që donim. Se gjuhët standarde dikur janë përpiluar për të mbrojtur gjuhë të rrezikuara, do me thënë që të shkruhen, të lëvrohen etj. Ideja ka qenë shumë në rregull, po ideja nuk ka qenë kur ne krijojmë një gjuhë standarde për të luftuar varietete tjera që janë ose që kanë çati standardin, jo hierarkinë në standard. Do me thënë alfabetizimi jonë bëhet me do e mos në gjuhët standarde, se ata janë të standardizuara, në këto janë shkruar libra, didaktika, etj, mësimdhënia, nxënia e kësaj gjuhe. Dhe si ta konceptoj, jo në sistem, po në vetë kuptimin e gjuhës, do me thënë si del mësuesi para klasës, dhe si thot nxënësit, pse ky varietet është ndryshe. Dhe si pas mendimit tim, në këtë komunikim mes nxënësit dhe mësuesit, kemi nevojë për liberalizim të koncepteve tona gjuhësore. Konceptet për gjuhën shqipe vinë akoma që në kohën e komunizmit, se këto janë ideologji gjuhësore, kur standardi shihet i pastër, të tjerat jo të pastërta. Në kohën e komunizmit, gegërishtja, gegnishtja u luftua në mënyrë makapre. Dhe shpresoj që këtë dikur ta lëm pas. Dhe në momentin që unë, për shkaqe didaktike, jo politike gjuhësore, ideologjike, po për shkaqe didaktike, hy në klasë dhe i them fëmijës, dhe unë këtë privatisht e kam zbatuar, unë nuk kam ndryshuar standardin, unë nuk kam përpiluar libra tjerë mësimdhënie. Unë me ata libra kam punuar dhe i kam thënë nxënësit dëgjoj, unë e shoh se ti e flet shqipen e një varieteti të familjes. Dhe në bazë të asaj që më sjell mua, se unë nuk kam shkollën 8 orë në gjuhën shqipe, unë kam vetëm 2 orë në javë, që më sjell një edhe i them dëgjoj, atë që ke në shtëpi këtu është në standard kështu. Atë që ke në shtëpi këtu është në standard kështu. Dhe në momentin që unë i krijoj atij këtë urë, duke i thënë veç ky ndryshim është, ti pastaj vendos e bëj, ndaç vazhdo të përdorish këtë për shkaqe personale, ndaç këtë. Po unë ja kam mësuar të dyja, ja kam mësuar konceptin gjuhësor të dy varieteteve. Dhe ka pas më shumë sukses se e kap me një herë sa i sjell shqipen të shëndosha, më pak të perfekcionuar, por në momentin që ai krijon këtë urë, ngren edhe nivelin e varietetit të familjes, ndërkohë që mëson edhe një varietet të ri. Dhe kemi një problem në të tërë, ne gjithmonë mundohemi të vlerësojmë gjuhët, t'u japim një vlerë matematike, gjuhët nuk kanë vlerë matematike. Dhe në momentin që kanë vlerë matematike, atëherë duhet të jetë standardi, duhet të jap një test, të ketë një certifikat, etj. Është okay nëse një prindër thot unë dua që fëmia im të ketë edhe për profesionin, për shkaqe tjera, diçka që mund ta tregoj. Ajo është vlerë matematike. Por nuk është kur, ai nuk fillon kur nga zeroja. Në momentin që një të riu, se e shohim edhe në universitet nga kolegët që punojnë tani me gjenerata të reja, të treta, në momentin që ju thua, sa bukur e flet shqipen, dhe në bazë të kësaj do mundohemi të mësojmë një varietet tjetër, duke më sforcuar këtë, por duke ngritur edhe këtë.
është shumë e shëndosh. Në momentin që i them, ajo nuk është shqipe në rregull që flet ti. Çfarë bëj unë? Unë ve në dyshim identitetin e tij familjar, sa ai varietet është familja e tij, është origjina e tij, dhe ai për shkak të këtij identiteti vjen në kursin shqip. Jo se shqipja është kinezishtja, anglishtja dhe do i ndihmoj atij në biznes. Ai vjen në kërkim të rrënjëve të familjeve të veta. Dhe në momentin që unë them, ajo s'është në rregull që flet ti, unë ja pres atë libje dhe atë nuk mendoj që e toleron dikush. Ose do ik nga kursi, ose do rri aty dhe do mundohet tani mësoj një gjuhë komplet tjetër dhe demotivon, automatikisht që në demotivim, se thotë mendova se e di pak shqipen. Kur hy në kurse për shqipja si gjuhë origjine, se ka kurse shqipja si gjuhë huaj, ajo është komplet për të tjerë që nuk kanë përjarbe shqiptare. Dhe kjo ide nuk është e imja, se t'ingëlloj ndoshta si revolucionare. Në vitet 60-ta në Gjermani, kjo metodë është zbatuar në viset jugore të Gjermanisë edhe në Austri e në Zvicër. Do me thënë, duke marrë dialektin si bazë, jo në tekst shkollor, thjesht në mënyrën e didaktikës. Duke thënë, kështu është kjo që kemi ne, kështu është standardi dhe shef se është shumë afër. Do me thënë, atë urë nuk e këpusim, nuk i japim ne atë idenë kjo s'është në rregull që flet ti. Do me thënë, ka të bëj me respektin që kemi ndaj varieteteve jo standarde. Dhe kjo nuk është të shqiptarët, nuk është ashtë si ide, dhe në momentin që të rrallë si unë nuk jam vetëm, po jemi pak, që shprejim këtë mendim, vjen pastaj ajo, sidomos nga Shqipëria, këta na i marrin standardin. Nuk ka askush ndërmend të marrë standardin, ne shqiptarët jemi një grup shumë i vogël folësish, dhe nuk i kemi atë kapacitet së paku ekonomik për të krijuar dy standarde, se ne edhe atë që kemi nuk mund ta lëvrojmë si duhet. Ngelin reformat, se për shkaq që s'merren vesh grup moshat e vjetra, që janë rritur me një standard të imponuar nga politika dhe nuk arrin të shohin ndryshe, ngelin reformat e jo më të krijojnë një standard të ri. Do me thënë, perceptimi ynë për standardin duhet të ndryshoj, jo sistemi. Do reform, po jo për ta shkatruar, për të bërë një standard të ri. Dhe këtu shpesh thash qëndron, nuk e dia, mos dëshira, a pamundësia për t'i kuptuar këto ide që ne i krijojmë nga jashtë dhe nuk arrin të realizohen atje. Problemi pastaj që kemi ne këtu është se ne në Gjermani nuk kemi përgatitje mësuesish jashtë. Do me thonë, e kam bërë vetë pak a shumë dhe japin mësim në shoqata, o na vinë të arsimuar nga vendet e origjinës, e atje studimi bëhet për mësimdhënie të shqipes për monolingual, jo për bilingualizëm, se nga trova gjuhët. Një njeri që arsimohet atje, është rritur me një gjuhë, është arsimuar me një gjuhë, është përgatitur për një gjuhë, për fëmijë me një gjuhë, nuk arrin të japë atë mësim këtu që ka nevojë brezat që rriten me dy gjuhë. Librat i marrim nga atje, ne nuk kemi libra të krijuar në diasporë, mungon jo dëshira dhe aftësia që kanë të rinj si unë, jo vetëm unë, po ka dhe të tjerë, na mungon përkrahja institucionale, përkrahja financiare, se ajo do një iniciativ tjetër, nuk varet nga iniciativa individuale, nuk bëhen. Nuk bëhen realizimet e përhapjes atyre librave dhe sikur të përpiloheshin. Dhe këtu dështojnë shtetet tona. Se shteti në parim që është që i shtyn këto është Shqipëria. Shqipëria ka interesa tjera politike gjurësore dhe nuk lëviz fare. Kosova sikur është e padukshme, Maqedonia është inekzistente për shkak të problemeve interne politike që ka në lidhje me Shqipen. Pra duket se problemi shumë më i gjerë se sa vetë në dialektet ose në mënyrën se si i flasim në gjuhën në familje, por duket edhe pak se ka edhe probleme shumë të thella politike që ndoshta e frenojnë shumë
këtë zhvillim të gjuhës shqipe në diasporë dhe jashtë kufirit të Shqipërisë ose nga vendet tona të vendlindjes ose nga vendet tona të origjinës. Pra nëse flasim për konceptet edhe për standardizimin e gjuhës shqipe, edhe në podcast me një të ftuar Agon Kamberi nga Berlini, ai ngren problemin sepse nuk ka certifikat të vërtet pra për gjuhën shqipe, siç ka për certifikat që mund të merret me një test për gjuhën gjermane, për gjuhën angleze apo për gjuhë tjera të huaja. Si do ishin hapat për të realizuar ky standardizim pra ose certifikimi i gjuhës shqipe në një standard europian, pra që ne dy që jetojmë në Gjermani të marrim një test dhe të mundemi të deklarohem para publikut ose para institucioneve se ne në të vërtetë flasim gjuhën shqipe, me që vim nga Maqedonia dhe mund të vjet edhe në dyshim se a flasim vërtet në gjuhën shqipe apo jo. Nuk do përdorja standardizim, se standardizim ka të bëj me ngritjen e një gjuhë në standard. Do flisja për institucionalizim të aftësive të gjuhës së origjinës, do me thënë për një certifikim, kush mund ta bëj këtë certifikim. Unë ka prezantuar një ide shumë moti, por ngec në përkrahje financiare dhe personale. Në momentin që unë më vet një buxhet në dispozicion, e di dhe cilat persona mund t'i kuadroj në realizimin e një ideje të tillë. Ka mundësi në Gjermani për ta institucionalizuar certifikimin e gjuhës shqipe si gjuhë të origjinës. Krahasimi si certifikohet anglishtja dhe gjermanishtja është e gabuar, se anglishtja certifikohet si gjuhë huaj. Se shqipja sipas mendimit tim do duhet të bëhet si certifikim si gjuhë e origjinës, siç është bërë me turqishten, me polonishten, dhe ka një institucion në Gjermani, nuk ka gjuhë të vogla, po pati një iniciativë të menduar mirë, mendoj që mund të realizohet, është TELK. TELK certifikon si gjuhë të huaja, siç thej ti anglishtin, gjermanishtin e të tjerë, për migrant që vinë këtu, por certifikon, siç thash, edhe turqishten, polonishten si gjuhë të origjinës. Dhe metodat bëhen shumë kollaj në thonjza, do me thënë ne kemi aftësinë profesionale për të përpiluar metodat të tilla dhe për të përpiluar provime, testime në kuadër të telkut për shembull, ku mund të bëhen këto certifikime. Kush do është ty një njeri vetëm, Lumnie Jusufja, apo kush do qoftë tjetër, edhe sikur të bëhen një grup, nuk shtyhet pa përkrahje institucionale dhe pa buxhet. Se ato libra pastaj duhet të botohen, duhet të shiten, që njerëzit që përgatiten për këtë provim të mund të përgatiten. E dim ne që duhet përgatitet njëri për një provim, qoftë edhe për shkak të formatit të provimit, jo vetëm për aftësitë që kemi. Nuk ka interes. Shoh që për ditë botohen libra në vendet e origjinës, sidomos në Shqipëri, që financohen nga Qendra për Diasporë, m'duket, nuk kanë të bëj fare me metodën, e them me vërtet këtu pa provokim, nuk kanë të bëj fare me metodat moderne për mësimdhënie në gjuhët e origjinës. Se kemi tani metoda të gjuhëve më të mëdha, do me thënë të atyre gjuhëve që ka një diasporë më të madhe se shqiptarët, dhe edhe këto iniciativa kanë ardhur nga diaspora vet. Do me thënë nuk ju ve shumë faj vendeve të origjinës, sa ju na ve faj neve, migrantëve jashtë vendit, që nuk arrim të organizohemi në këtë mënyrë që të bëjmë, do me thënë të përmbushin interesat tona. Nuk është se ne vetëm presim, dhe është tipike për diasporën shqiptare, dhe vazhdon ajo ideja që peripecit tona dhe ndihmesat tona vazhdojnë të fokusohen në vendet e origjinës. Çfarë kontribon një shqiptar e bën në vendin e origjinës, nuk kontribon për shqiptarët në diasporë. Është ajo që ishte dikur, e kam fjalen për Kosovë, do me thonë në vendet ish Jugoslave, ishte në rregull, jo në rregull, po ishte ekzistenciale në atë kohë, se
pa diasporën që do bënin vendet e origjinës. Po kjo ide vazhdon. Vazhdon nga vendet e origjinës që thonë ne presim investimet e diasporës dhe vazhdon nga diaspora që thotë ne duhet atje të investojmë jo këtu. Dhe kur të investojmë atje, nga atje vjen te ne, është e gabuar. Vetëm se shkon atje nuk do thotë që kthehet prapë te ne. Ndoshta edhe nga mos dëshira, por edhe nga mos aftësia. Se nuk e kanë atë përvojë që kemi ne jashtë vendit. Këtu mund të organizohen e tani vim prapë kjo çështja e identitetit, se themi ne shqiptarët nuk kanë identitet fetar, por për xhami organizoheni shumë. Ka në Dortmund ka 2 xhami shqiptare. Okej, ka dhe shkollë shqiptare, po e pagun pala gjermane, nuk është e organizuar nga shqiptarët. Dhe tani, do me thënë gjithë faj vetë kemi, të gjithë edhe vendet e origjinës edhe ne, o nuk them që mund të regoj me ngish krye ka faj. Nuk ka interes. Dhe ato pak prindër që kanë interes, i qojnë në për shkollat shqipe që thonë, që si pas mendimit tim nuk mush asnjë kriter, se unë kam pas diskutime jo nga të ringa këto më të vjetri, që thonë, po, unë e bëj shqiptar aty. Këto shkolla me 2 orë në javë nuk mund të bëjnë shqiptar, por në atë ambicje për të bërë shqiptar dështon edhe në nxënjen e gjuhës shqipe. Se me 2 orë nuk mund bëj asgjë, po do mundohem së paku që të mësoj pak gjuhë, pak gramatik. Do me thonë është mbi ngarkuar mësimi, se bëjnë edhe histori, edhe letërsi, edhe gjeografi, edhe muzik, se kjo ka qenë ajo ideja e ruajtjes së identitetit dikur. Do me thonë për të kthyer, ajo ishte ideja e mësimit plotësues gjuhës shqipe. Është një, si them, një pasojë e politikës gjermane të punëtorëve mysafir gastarbeiter për t'i kthyer. Ai ka ngel në atë koncept ai mësim. Dhe nuk i mbush sot kriteret e sotshme dhe kërkesat e brezave të sotëm. Do me thënë dështon që nga koncepti se ne do bëjmë shqiptar, ne nuk bëjmë aty shqiptar. Ai mësim është për shqiptar dhe një fëmijë që nuk perceptohet si shqiptar nga familja, si kur janë vegjël janë nga familja, pastaj vetë, ai nuk do shkoj aty. Ai që shkon aty e ndjen veten shqiptar. Do me thënë unë nuk kam nevojë aty të bëj një fabrik identitetit shqiptar. Unë aty duhet të jap mekanizmat ati për atë identitet që ai ka nevojë dhe me 2 orë në javë do me thonë unë veç pak gramatik mund të bëj. Është mbi ngarkuar nga jo thash ideja mos e përsëris. Bëhen kollaj gjërat në qoftë se u lihet hapësirë atyre që mund ta bëjnë këtë punë. Dhe unë jam një ndër ta, jo vetëm. Por thash, te ne shkojnë gjërat ndryshe fatkeqësisht. Vërtet është për të ardhur keq ky mos interesim nga vendet tona të origjinës, pra për të mbështetur iniciativa të tilla për një certifikim institucionalizim të gjuhës shqipe, që vërtet do të ndihmonte edhe kauzën e tyre politike, pra nëse ne do mund të jemi edhe si ambasador të papaguar nga shtetet e tona të origjinës, ata me këtë mos interesim, në të vërtet, na e presin edhe si që the edhe ti në fillim për gjuhët, na e presin ose na e shembin këto ura që i kemi ne të vërtet shumë të forta me histori edhe me shekuj, ne si diaspor me vendet tona të origjinës. Dhe është për të ardhur shumë keq ky fakt. Por flasim atëherë edhe për çështjen shkencëtare, Lumnie, me që je një nga shkencëtare të rralla që studion gjuhën shqipe jashtë vendeve tona të origjinës dhe je ke studiuar në disa vende të Europës. Na flit pak për përvojën tënde në Berlin dhe në Itali në studimin e gjuhës shqipe. Të ulumtosh për Shqipen jashtë Ballkanit, unë flas këtu në Gjermani, po jo vetëm, jo vetëm edhe në Italinë e Jugut, albanologjia është në shtëpi, me arpreshët, po jashtë kësaj sfere, nuk është me vërtet kollaj, se së pari institucionet jo shqiptare jashtë dhe atyre që japin fondet, duhet t'ju sqaroj së pari kush është Shqipja, çfarë është Shqipja dhe pse ja vlen të investohet në lëvrimin e Shqipës. Ky është hapi parë.
Pastaj hapi i dytë, natyrisht që ata duan të shohin se kush është ky person, do me thonë duhet të kemi kualitet absolut, jo për të lavdruar veten, po nëse nuk ja vlen personi thot pse. Shqipja dhe do me thënë këto dy duhet jetë. Pastaj duhet ketë interes institucional të një universiteti, ku këto projekte mund të kyqen, se pa kyqje universitare nuk ka bursa që mund të merren privatisht, po jo kështu komplet. Do me thënë janë 3 gjëra që nga fillimi mund të dështojnë. Dhe për t'i arritur këto të trija nuk është më vërtet kollaj. Se jo çdo gjë varet nga personi dhe dëshira e personi. Do me thënë njërën unë mund t'a bëj, unë mund të kualifikohem vetë maksimalisht, po nuk do me thënë se do nxis interesin për Shqipen te pala tjetër, dhe nuk do me thënë që unë do arrit të kem përkrahjen e Universiteti Gjerman për Shqipen. Dhe këto trija përbëhen do me thënë një kombinim që duhet të jenë, si them, në të njëjtin nivel për të arrit suksesin. Interesi universitar në Gjermani, për Shqipen kush mund ketë interes? Do me thonë duhet ketë kyçje institucionale, duhet të jetë një institut që më ekziston për të hyrë aty. Janë studime rajonale të Evropës Juglindore, në rast të parë slavistika, që ne gjithmonë në vendet e origjinës akuzohemi për këtë pse punojnë në institutet slavistikës. Është e vetë një mundësi për të kyçur në një institut në Gjermani. Do me thonë, fal disa profesorëve në Gjermani për slavistikën jugore, që kanë interes edhe për Shqipen dhe livrimin e Shqipës, mund të realizojnë projekte albanologjike, jo vetëm të mijat. Është në Berlin Christian Voss, është në Jena T.D. Kahl, po është i slavistikës juglindore, dhe në Regensburg ka një interes të kulturologjisë, është Herr Duisings, a i merret me kulturën shqiptare shumë. Do me thonë, ne jemi albanologjia, nëse ka një të tillë, do me thonë lëvrime të kulturës, gjuhës, historisë shqiptare, varet nga interesi individual i instituteve që ekzistojnë, se përndryshe nuk do arrim. Ka universitete tjera, dikur ka qenë interesin brenda indo-evropianistikës shumë i lartë për mësimdhënies në Shqipës së paku, por edhe për livrimin e Shqipës. Në Köln, për shembull, ka qenë Köderich, në Bonn, në Bonn, ka qenë Köderich, gjatë kohë në Bonn nuk mbahet më mësim në gjuhën shqipe, është mbajtur gjatë dikur. Ka pas një iniciativë nga student, nuk jam në dieni, ja vazhdon akoma në Universitetin e Hamburgut, me projekte, po mësimdhënie me Lehraufträge, do me thënë vetëm me honorare, jo vend pune. Edhe tani, si që tash, fal Herr Duisings në profesorit për kulturologji në Universitetin e Regensburgut, ata fituan një projekt shumë të madh nga Volkswagen Stiftung, fondacioni Volkswagen, që krijuan një lektorat që ka Ledio Hala dhe që bëjmë punë shumë të mirë. Në Jena tash ka qenë interesi i profesor T.D. Kahl, që jam bërë projekte për gjuhën shqipe dhe me honorare është mbajtur edhe shqip, nuk e di për momentin a ka, por her pas here profesori ka organizuar një kohë të gjatë angazhon të profesorin e pensionuar Wilfried Fitla, pastaj ka qenë edhe Pandelipani, albanolog i njohur në Gjermani. Në Berlin ne kemi projekte, shumë projekte albanologjike, për momentin edhe shumë doktoratura me tema albanologjike që i mentoron profesor Christian Voss. Por kam dëgjuar që ka zëra që na shajnë që thonë ne bëjmë doktoratura në slavistik, që nuk është e vërtet. Do me thënë ne ju mundsojmë këtyre të rinjve të doktorojnë me tema albanologjike, me ato dëshira që vinë, dhe si pas dëshires mundohemi që të kyçen edhe në lëndë të tjera për pas në fund diplom jashtë slavistikës, se janë tema albanologjike, nuk kanë të bëjnë me slavistikën, por nuk kemi lëndë që quhet albanologji për
të thënë që janë albanolog. Me një veçanti, këtë e lash me qëllim jashtë nga këto grupe, që kemi katedrën albanologjike në Myni, të themeluar nga Martin Camri, pastaj që ka vazhduar Bilfik Fitleri, që tash përpara, pastaj Recep Ismaili, profesor Bardhet Elmiraj, tek I cili kam studiuar dhe doktoruar unë, prandaj unë jam albanologe e Mirfield, se kam mbaruar aty, por jo vetëm albanologji, e për momentin e ka kolegja Ankelega Kapia. Është albanologjia në Myni e vetme ku mund të dalin albanolog të Mirfield. Por edhe me ardhjen e sistemit të Bolonjës, edhe albanologjia në Myni u kufizua shumë, se nuk arrin me një person vetë profesori të mundsohen gjithë kurikulat në një gjuhë, dhe ky kombinimi siç ishte dikur me magjister, kombinimi individual I lëndëve, nuk është e mundur me Bolonja, do me thonë duhet të jetë më institucionalizuar në kurikula, dhe aty pastaj u bë në fillim albanologjia ishte vetëm në kuadër të indo-evropianistikës dhe gjysisë përgjithshme në bachelor, pastaj bachelor u hoq, u bë po nga jashtë, se unë në Brendi nuk jam në Berlin që vitin 2014, u bë pastaj vetëm master, në Myni mund studiohet vetëm master albanologji. Do me thënë edhe këtu filluan problemet e të qenurit si lëndë e vogël, albanologjia shihet si lëndë e vogël, dhe është vështirë për të realizuar edhe projekte të mëdha, për të siguruar fonde për projekte të mëdha si lëndë e vogël. Po megjithatë, me përmendjen e gjithë atyre shkencëtarëve të huaj që studion albanologjin, gjuhën shqipe ose kulturën shqipe, është për të përshëndetur me që ka një interes edhe ndoshta mbahet edhe ai interesi që ka qenë dikur edhe ndoshta më I shtuar ende gjallë. Por për vetëm flas tani nga perceptimi që kam unë në Gjermani, nga ajo që shoh një interesim të theksuar për gjuhën shqipe, për Shqipërinë, për vendet e Ballkanit, te rinia në Gjermani, në përgjithësi, ndoshta vjen ajo nga muzika, me që muzika shqipe ngjohet tani pop muzika shqipe ngjohet shumë në Europën perëndimore dhe ka arritur një sukses shumë të madh në vitet e fundit, ku artiste nga Kosova, edhe ata që jetojnë në Kosovë, por edhe nga diaspora e Kosovës ose Shqipërisë, ka marrë një famë të madhe botërore, dhe me sa duket ka arritur edhe interesin për gjuhën shqipe dhe për kulturën shqiptare. Pra për ta përmbyllur sot bisedën tonë lumnie me një mesazh pozitiv, ndoshta e ardhmja do të jetë më mirë se e tashmja. Apo gabohem? Ne kemi një ndryshim të këtij grupi të interesit. Dikur, kur kam filluar, ose kur kam studiuar unë dhe kur kam filluar si docente, shumica e studentëve të mi, të atyre të pakve, ishën jo me origjinë shqiptare, do me shtonë, ishën tamam në atë konceptimin dhe të huajit, për të studiuar një lëndë egzotike, ku e di unë nga mënyrat më të ndryshme. Ai që shoh tani është, në kurset tona nuk ka asnjë të huaj në thonjza. Janë të gjithë me origjinë shqiptare, do me thonë është migracioni që rrit interesin në lëndët tona. Dhe këtë grup ne, si pas mendimin tim, duhet ta shërbejmë si institucione, si hulumtues, si njerëz me shkollim të lartë, do me thënë jemi ne që atë duhet ta ofrojmë këtë për të krijuar strukturat. Nuk është e lehtë. Do me thënë ka ndryshuar dhe pikërisht për këtë famën e yjeve të muzikës që përmende, Dua Lipa sidomos, që edhe e tregon atë prejardhjen e saj, nuk është Rita Ora gjatë nuk e pranonte, po tani ndoshta edhe në konkurrencë me Dua Lipën ka filluar ta ekspozojë më shumë prejardhjen shqiptare. Nxit e vetë të rinj, duke thonë, ja, mund të jesh edhe kështu, por mund të jesh edhe shqiptar, nuk do me thënë që ta injorosh identitetin e origjinës për të qenë I suksesshëm në vendin ku jeton. Dhe këtë ne duhet ta shohim si motor për të lëvizur ne, si frymëzim për të parë
ka interes, por është ndryshe, duhet ta rimendojmë atë albanologji që kemi pas dikur dhe atë që kemi sot. Dhe këto universitetet fatkeqësisht deri tani nuk e kanë bërë. Këtë për të parë se ne kemi një grup tjetër tani në përkurse. Nuk është ai grup, është më i madh, por është edhe komplet ndryshe. Dhe ai zhvillim nuk është bërë në universitete gjermane. Atë që të ti, se pas ka shumë interes në Gjermani, albanologjia ka tradit në Gjermani. Albanologjia si shkencë është themeluar në vende gjermanishfolës, me Gustav Meyerin, Johann Georg von Hahn, Qabej u formua si albanolog në Vjenë dhe u kthye, do me thënë jo vetëm Gjermania, por edhe Austria. Në Zvicër deri më tani nuk ka pasur. Ka pas tek tuk ndonjë doktoratur, po jo si institucion, tani pak ka filluar me disa orë Universiteti Zyrihut, po ashtu me Lady O'Hallen që bën me honorare, a do të institucionalizohet apo zgjerohet më shumë, nuk e dim edhe pse në Zvicër ka shumë shqiptar, edhe këtu mungon iniciativa nga shqiptarët vetë, si pas mendimit tim, do me thonë Universiteti i Zyrihut ka qenë iniciativa vetë për të hapur këtë 2 orësh që japin kurse. Dhe kjo paradigmë duhet të ndryshoj, duhet të shfrytëzohet si motor për ndryshime, por duhet edhe të ndryshoj. Për ndryshe nuk arrim t'i përmbushim kërkesat e atyre studentëve që na vinë në kurse. U tha shumë, mësova shumë Lumnie, shumë faleminderit për bisedën. Ndoshta nëse të premton koha dhe ty, takohemi sërish për të filluar ndoshta edhe njerën këtë temë nga ndonjë aspekt tjetër që na u ngel sot pa përmendur. Pra shumë faleminderit për punën që bën, për neve si diaspor që na mbështet si shkencëtare në certifikimin, në standardizimin, në institucionalizimin e gjuhës shqipe në Europën perëndimore. Shumë faleminderit për kohën dhe punën që bën Lumnie dhe shpresoj të takohemi sërish. Patjetër, faleminderit për ftesën dhe që i kena aqësi për mua të flas për tema me cilat punoj për ditë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Lumnie dhe miru takofshim. Miru takofshim.